Matje, eja këtu. Eja këtu, më thuaj. Eja këtu. Laerti dhe Valbona kanë vijuar me zënkat e tyre dhe këtë të hënë. Laerti akuzoi Valbonën se po kapet me fjali koti, pas ai nuk e ka fyer atë. Dy sqarimeve që kanë bërë me Rozanën që ishe prezent, që i thash, është qetësuesi. Nuk është sqarim ajo zemër. Nuk është Nuk është sqarim o shpirt ajo. Nuk është sqarim o zemër, nuk është pra sqarim. do të shaj me libër shtëpi me Rozanën. Jo. Për cili është? Jo, zemra ime. Do më thënë, kur unë i them, mos më ndërprese, po dëgjoj, po bën vetëm, po vunon, mos më ndërpret të mbaroj. Unë pra si jam dhunuese, çfarë them unë ty? Po vunon përgjigjen time të Jo, nuk e dhunoj përgjigjen time. Okej, mirë, më thuaj kur të mbarosh dhe më thuaj kur të flas unë. Jo, po ja këto gjëra që bën kundrejt meje. Nëse unë jam Cilat gjëra çyryk. unë po flas me ty? Nëse unë jam Kush të tha çyryk. ty çyryk? Nëse unë jam çyryk, po ti je Unë jam çyryk. çyryk që do thotë gjysmak. Po pse s'ishe më përpara çyryk ti, po u bëre çyryk kur ishe me bonën 2-1. Po tallej me mua dhe thoshte je gjysmagjel. Dhe i thoshja po çyryk. Jo. Si jo? Jo, se atë çyryk të kështu është. më vonë. E ke nxjerrë nga kështu Rozana. E ke nxjerrë nga Po Rozana. kapesh me fjalë kot. Jo, nuk po kapem. Ka një hyrje, një zhvillim. Që do të thotë, mirë, atëre, të marrim të kundër, të kuptoj. Atëre po marrim këtë tani. Pra, unë të kam fyer ty. Jo, por me mua, mo lejoli, po marrim këtë, të kam fyer unë ty. O, Laert. Po edhe njerë mu. O, Laert, ti më dëgjon mua. Jo, më nuk është pyet. Ke marrë intervistë mua. Të kam fyer. Ke marrë intervistë mua. Po pse ti çfarë Po bën? merr intervistë. Ti çfarë po bën me mua? Jo, më trego situatat në përshpi. Po të pyes, të kam fyer. Jo, më trego situata dhe thuaj, më shpjego. Mos të pyes. Jo, më trego, jo, do më pyesësh kështu. Dhe thuaj, te kjo situata që unë jam përgjigjur kështu, 1, 2, 3 për çyrykun. Për këto sjelljet e mia që aty përsërit e tavolina. Bona kjo se për këtë që ti mua kritikon kur flas, që them unë ndonjë gjë për të shkaktuar reaksion këtu dhe ti e pari që reagon. Bona, to mi sqaro zemra ime, mos u pyet mua, a je ndjer dhe thuaj këto gjëra nuk i kam bërë kështu.